Shiitët dhe sunitët. Miq të dashur, sipas konfliktit të fundit që gjithë bota është duke ndjekur, Allahu inshallah i largoft konfliktet e i lënë njerëzit të jetojnë në paqe dhe shëndet. Sipas konflikteve të fundit, gjithë njerëzit pyesin se çka është dallimi midis shiitëve dhe sunitëve dhe si mund ta kuptojmë ne këtë si musliman. Shumica e muslimanëve nuk e dinë këtë dallim, prandaj po e marr këtë kohë dhe këtë video t'ju shpjegojnë mundësisht në pika të shkurtra. Pika e parë është duhet ta kuptojmë fjalën si fjalë, nocionin shia dhe sunni. Fjala sunni rreth prej sunnetit, që dhe me thonë personat të cilët e ndjekin rrugën, traditën e pejgamberit Allahut janë sunnet, pra sunnitët. Dhe personat të cilët janë ndjekës, simpatizues të Imam Aliut dhe të rrugtimit të tij politik, të them në këtë drejtim, janë shiitët. Dhe dallimi në fillim ka qenë bazë dallimi politik. Kush do të udhëheq me shtetin islam pas vdekjes së pejgamberit Allahut, Ebu Bekër, Siddiku apo Imam Aliu. Dhe ata të cilët pra ndjekshin Imam Aliun, ata e titulluan veten Shiat Ali, pra ndjekësit ose simpatizuesit e Imam Aliut. Por kjo nuk është një çështje për dallime ose kundërshtime. Ajo që është më kryesore të dimë se çka është dallimi midis këtyre dy grupeve në aspekt teologjik islam. Për të hetuar, dalluar këtë dallim, do duhet detyrimisht të shohim burimet e jurisprudencës islame tek shkolla juridike shiite dhe tek shkolla sunnite. Në këtë kontekst flasim. Sunnitët, si bazë të çdo fetvas islame, e marrin Kur'anin në pozicion të parë. Tek shiitët është po ashtu Kur'ani. Në pozicion të dytë, në qoftë se diçka nga Kur'ani nuk është e qartë, marrin sunnetin e pejgamberit Allahut, pra sunnet është gjithë që pejgamberi ka thonë, ka dëshmuar në veprat e tij dhe ka pëlqyer nëse dikush e bën një vepër që hyn në kategorinë e sunnetit, pra ikrar. Këtë e marrin edhe shiitët të njëjtën, pra sunnetin e pejgamberit Allahut, natyrisht me disa transmetues të cilët ato nuk i pranojnë dhe me disa që i pranojnë. Kategoria e tretë është nëse diçka në Kur'an dhe në sunnet nuk është e qartë, atëherë marrin sunnitët ixhmajin. Ixhmaj do të thonë konsens i dietarëve. Dhe të gjithë dietarët në një vend të caktuar, në një kohë të caktuar, grumbullohen për t'i dhënë një fetva, një çështje se cila nuk ekziston në Kur'an dhe në sunnetin e pejgamberit. Dhe këtë nga ana tjetër, pra nga shiitët nuk e kanë. Këtu tek ata është imami. Dhe kategoria e katërt sipas sunitëve ose burimi i katërt i jurisprudencës islame është analogjia, gjithsesisht qiyas, quhet në gjuhën arabe. Pra analogjia, këto dietarë të cilët ishin më lart, pra kategoria e tretë, kanë të drejtë të bëjnë ajetet të Kuranit dhe hadithet pejgamberit, të bëjnë krahasim dhe analogji dhe të sjellin një fetva të caktuar. Tek shiitët kjo nuk ekziston, për shkak se në të dy rastet, edhe të analogjisë, po edhe të grumbullimit të imamëve, këta e kanë imamin. Pra dallimi është tek imami. Çka është dallimi midis imamit tek sunitët dhe tek shiitët? Tek sunitët, secili prej besimtarëve musliman i cili ka studiuar, ka kryer një shkollë të caktuar dhe kështu me radhë, mund të bëhet imam. Tek shiitët, imam është vetëm i përzgjedhur i Zotit, i cili ka prej ardhe prej familjes pejgamberit Allahut, i cili nuk është i gabueshëm, i cili udhëheq me shtetin dhe politikën dhe strategjinë dhe ekonominë dhe kështu me radhë, pra është një udhëheqës suprem i gjithçkajt aty. Se si ndahen shiitët dhe cilët janë imamët e pritur dhe kështu me radhë, ndoshta në një video tjetër u paraqesim inshallah. Deri më atëherë ju dëshiroj agjërim të pranuar dhe Ramazan të pranuar.